argumentet e prokurorisë kundër tij mbështeten në një takim të vetëm në njësinë e paraburgimit të dhomave të specializuara më 6 shtator 2023. Zoti Kilaj dhe shoku i tij prej shumë vitesh, vllaznim Kryeziu, vizituan zotin Thaçi për disa orë. Qeshën, biseduan, kujtuan ditët e vjetra, folën për luftën, ku luftuan për të mbrojtur Kosovën e tyre të dashur. Ata folën për personat që i kishin njohur për shumë vitesh. Siç e dëgjuat sot paradite, prokuroria pretendon se zoti Thaçi i ka dhënë zotit Kilaj udhëzime që të takojë me dëshmitarët që do të dëshmonin në rastin e tij dhe t'u thoshte se çfarë duhet të thonin në sallën e gjyqit dhe si duhet të thonin. Unë nuk do të trajtoj as pak se çfarë ka thënë apo nuk ka thënë zoti Thaçi me zotin Kilaj. Zoti Kilaj nuk pranon asgjë sa i takon udhëzimeve të pretenduara. Si në çdo gjykatë penale në botë, qoftë në Kosovë, në Britani, prokuroria i paraqet provat dhe prokuroria duhet të provojë provat e veta. Të vërtetoj që zoti Kilaj është fajtor për akuzat. Nuk është detyrimi i zotit Kilaj të vërtetoj pafajësinë e tij. Dhe nuk dua të përsëris ato që tha zoti Riz në fjalën e tij para pak çastish. Po theksoj edhe një herë se sa e rëndësishme është barra e provës, standardi i barrës së provës, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme. Por edhe nëse prokuroria arrin të vërtetojë atë që është diskutuar në vizitën e 6 shtatorit, nuk ka asnjë provë të vetme që zoti Kilaj të ketë kontaktuar dëshmitarët e çështjes 6 më pas. Edhe më pak të ketë ndonjë provë që zoti Kilaj të ketë takuar ndonjë prej tyre, edhe sikur të marrim fjalë për fjalë atë që ka thënë zoti Kilaj. Ai ka thënë që është takuar me një dëshmitar një javë para vizitës së 6 shtatorit, që ka qenë shumë kohë pasi ky dëshmitar e kishte dhënë dëshminë në çështjen 6, që s'ka si të ketë ndërhyrë zoti Kilaj në dëshminë e tij. Ne flasim për dëshmitarin 4 dhe akuzat në këtë akuzë. Jo vetëm që nuk ka prova që zoti Kilaj ta ketë kontaktuar para ose pas 6 shtatorit, po ka prova pozitive pra në favor të zotit Kilaj që ky dëshmitar nuk është kontaktuar asnjëherë nga zoti Kilaj. Në një shënim janari 2024, dëshmitari 4 tha që për herë të fundit ka kontaktuar me zotin Kilaj nga viti 2017-2018. Ai nuk pranoi që ndonjë person kohët e fundit, pra janar 2024, të ketë kontaktuar për të diskutuar përvojën e tij gjatë luftës, apo që të ketë ndërhyrë ndaj dëshmisë së tij. Dhe ky person e ka mohuar sërish, pra përmes një shënimi në maj dhe sërish në qershor të 2025. Kjo është provë